çka është një rinoplastik edhe si aplikohet ajo? Rinoplastika është operacioni siç e thika më herët që kërkohet më së shumti tek ne. Ka pacienta të cilët kanë probleme me gërhatje, kanë probleme me pamundësi ose zvogëlim të frymarrjes, po mendoj se jo pamundësi. Dhe ata pastaj kërkojnë trajtim tek ne ose edhe te mjekët e urrëllës. Tek ne për arsye se zakonisht kur pacienti futet në operacion për të rregullu këto probleme me frymarrje, kanë dëshirë të rregullojnë edhe me atë rrugë edhe hunden edhe estetikën e saj. Kështu që zakonisht e gjejnë opsionin për me ardhur te ne, edhe është një operacion që është për ne shumë i thjeshtë në fakt, kur shkon mirë normalisht, është i shpejt, edhe pacienti rikuperohet shumë shpejt. Për atë arsye edhe për ne është e këndshme. Po cilat janë ose si vlerësohen ato raste kur rinoplastika vendoset për çështje funksionale e kur vendoset për estetik? Ka pacientë të cilët kërkojnë vetëm për çështje funksionale, zakonisht me atë pjesë mirët më shumë urrëllëja, otorinolaringologjia. Ata e bëjnë këtë, e bëjmë edhe ne patjetër, se në momentin që futemi në një rinoplastik, e korrigjojmë edhe ne gjitha problemet që ka pacienti. Mirë po, nëse pacienti vetëm kërkan që të rregullohet, zakonisht orientohet edhe te specialisti i urrëllës. I urrëllës, po. Kohëve të fundit pra është bërë trend ndërhyrja në hund, po më intereson ta di ju si profesionist si e bëni vlerësimin. Edhe çfarë ekzaminimesh u kërkoni pacientëve kur e zgjedhni ndërhyrje të tillë? Vlerësimi, hunda është karakteristike dhe secili njeri dallon për shkak të hundës, syve, gojës edhe simetrisë në fytyrën e tyre. Edhe ajo e karakterizon një person. Ka raste që pacientat edhe nuk kërkojnë me korrigju, siç cekëm edhe më lart, që ata kërkojnë vetëm korrigjimin patologjik, domethënë vetëm këto korrigjimet me probleme të frymarrjes, ndërsa nuk kërkojnë me ndru formën e hundës. Mirë, po ka dhe pacient të cilët gjithë sharmi i tyre varet nga ajo formë e hundës tyre. Kështu që ndonjëherë është mirë, thash që na ndëgjojnë pacientat edhe marrin mendimin ton profesional, sepse nuk është e thjeshtë. Edhe njerëzit zakonisht e kanë atë mendimin që në kokën e tyre kështu ka mu dok. Në momentin që nuk doken ashtu, dëshpërohen, mandej edhe ndihen edhe më keq se si janë ndi para kryerjes së intervenimit. Si shkojnë këto raste? Edhe cilat janë ato komplikimet e mundshme apo rreziqet që mund? Çdo operacion ka komplikime. Komplikimet e rinoplastikës janë gjakderdhjet, pastaj ka mundësi që ka komplikime tjera, mbetet varësisht prej strukturave, mundet me qenë, nuk ka me qenë vrimat simetrike, ka me qenë pak maja, pak si e pjertë, ka të ndryshme, ka komplikime të ndryshme, mirë po këto janë pjesë e punës edhe nuk janë të pa evitueshme, kudo. Sado që mundohesh me bo maksimumin, ndonjëherë rrëshqet diçka dhe nuk asnjë njeri nuk është i pagabushëm në këtë aspekt, asnjë profesionist faktikisht, sepse askush nuk mundet me të garantu që nuk ka me pas komplikime ose nuk ka me pas defekte pas intervenime. Cilat janë ato moshat që janë më të interesume për rinoplastik, edhe cila mosh kushtimisht nuk guxon të bëni rinoplastik? A është ndaluar? Nuk është ndaluar për rinoplastik, çdo mosh mundet me bëni rinoplastik, vetëm se rinoplastika, ne si kirurg plastik e realizojmë me anestezion të përgjithshëm çdo herë, me anestezion të përgjithshëm. Edhe për atë arsye normalisht pacienti nështrohet analizave laboratorike, rentgenit, konsultas me kardiologun, pulmologun, që me pasë si është gjendja e tij gjatë anestezionit. Kjo është e vetmja arsye se një pacient nuk mundet me u nështru, nëse vetëm nuk është gjendja e tij e përgjithshme, nuk ja lejon për me u nështru në operacion. Për ndryshe pacienti pa kurrë problemi, pa më parasysh moshës së tij, mundet edhe 100 vjet mi pas pacienti mundet lirisht me bëni ndërhyrje të tilla.